Në stadiumin Loro Boriçe të Shkodrës po zhvillohet një veprimtari shumë interesante në nderim të një figure të madhe sportive, Fethi Dizdarit, i cili ka qenë një sportist, një trajner, një edukator, një familjar shembullor dhe me të drejtë shoqata atletikës Vllaznia, Bashkia e Shkodrës dhe Federata Shqiptare Atletikës sot organizojnë kupin e ikonave Fethi Dizdari. Jam pikërisht me djalin e tij, me Agron Dizdarin, i cili ka kujtime të veçanta për karrierën e babait e tij, që në moshë e vogël, vëllai tashmë që është krenar për atë çfarë kalon pas Fethi Dizdari. Urime, Agron. Faleminderit shumë. Gjithashtu falenderoj dhe shoqatën e atletikës së Shkodrës, Bashkinë e Shkodrës dhe Federatën Shqiptare të Atletikës që organizuan një kup të tillë në ndërim të babës tim, por në ndërim të një qytetari që ka dhënë kontributin e tij për vite e vite me radhë, jo vetëm si sportist, por edhe në edukimin e vajzave, në emancipimin e shoqënisë shqiptare, te doja të thoja. Pikërisht vajzat që ai ka drejtuar për shumë vite, po dhe kolegët e tij flasin me superlativa për figurën e tij, por Agron Dizdari, çfarë kujton diçka veçante nga babai i tij, jo vetëm në sport, por edhe në familje? Sigurisht, kujtoj me nostalgji dhe me ndërim mënyrën se si na edukonte. Por ajo që më bën shumë përshtypje sot është aktiviteti i tij. Në orën 7 pajqerek të mjesit, ai do të ndodhej para Bashkisë Shkodër me taku kryetarin e komitetit dhe për t'i kërku punësim për atletet e tij. Pastaj shkonte në shkollë, vinte nga shkolla dhe binte me pushu. Shumë interesante, ai nuk kishte nevojë me zgju dikush nga gjumi, se mas 20 minutave ai e kishte sahatin brenda trupit tij dhe qohej dhe menjëherë vinte në stadium. Rrinte 2 orë, 3 orë në stadium dhe masanaj kishte edhe një detyrë tjetër. Shkonte, takonte familjarët e vajzave të mrekullueshme që në runen veten, në runen prindët e tyre, në runen mësuesin e tyre, në runë edhe Shkodrën. Pa diskutojmë kujtime shumë interesante dhe emocionuese për ju, Agron Dizdari, në drejtim të babait tuaj, sigurisht shumë krenar, sigurisht, ju dhe familja juaj. Sigurisht jemi shumë krenar dhe mundohemi të ecim në gjurmët e prindëve tanë, të cilëve ju jemi mirënjohës për tan jetën, për edukatën dhe kulturën që na dha. Kjo tuf lule dhe kjo medalje që keni në dorë është një shpërblim ndoshta minimal për momentin, por ka marrë vlerësime të shumta i madhi Fethi Dizdari që e plotësojnë kornizën e suksesit të tij. Shpresojmë që në të ardhmen të kemi, si shpremtuan edhe drejtuesit e klubit dhe të federatës, të jenë në vazhdimsi të kthehet në traditë kjo aktivitet kupa e nderimit të ikonave, ku padyshim Fethi Dizdari është një prej atyreve më tipiket e këtij sporti në Shkodër. Më vjen jashtëzakonisht mirë që Federata Shqiptare e Atletikës, Klubi i Sportit Vllaznia, Bashkia e Shkodrës reaguan dhe organizuan kupën e ikonave Fethi Dizdari. Unë tani po flas si qytetar, mendoj se një personalitet i tillë e meritonte një kupë në emrin e tij. Të nderuar shikues, isha me Agron Dizdarin, pikërisht aktorin i njohur shkodran që për dekada me radhë ka shkëlqyer në skenën e teatrit Mixheni dhe Mexher, por sot është këtu si pasues i traditës së babait e tij, Fethi Dizdari, që u nderua nga klubi Vllaznia, Bashkia e Shkodrës, shoqata atletikës, federata, me titull mirënjohje. Urime edhe një herë Agron për nderimin që ju bë babait tuaj dhe faleminderit për kujtimet shumë interesante që përcollet. Gecmarku, edhe unë duhet të them diçka.
Edhe unë të falenderoj ty dhe për gjithë kontributin tënd prej vitësh që jep për qytetin e Shkodrës. Të falenderoj si qytetar. Dhe më që jemi me ju, unë kam kënaqësinë se kam qenë disa herë në shtëpinë tuaj, kemi realizuar emisione, intervista, dokumentar, falë jush duke portretizuar. Por edhe falë teje. Të lumë. Faleminderit. Respekte, urim dhe njëherë.